Nga 1 janar i vitit të ardhshëm, të gjitha produktet që shiten në dyqane, markete dhe tregje duhet të jenë të pajisura me tregues identifikues të quajtur lot. Udhëzimi i ri i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural synon vendosjen e sistemit të gjurmueshmërisë së produkteve ushqimore në çdo hallk të zinxhirit ushqimor, nga prodhimi deri tek shitja. Ndërkaq që pak ditë më parë në një status në rrjetet sociale, presidenti i Urdhrit të Mjekut të Veterinar Ervin Resuli shprehur se shqiptarët kanë konsumuar qumësh dhe nën produkte të tij të ndotura me alfa-toksin M1, një toksin kancerogjene dhe shumë e rrezikshme për shëndetin e njeriut. Për këto dy çështje, por jo vetëm, për sigurinë ushqimore, çfarë produktesh konsumojmë sot, të gjitha këto në një bisedë me pedagogen Ana Vuksani. Mirëserë zonja Vuksani, faleminderit që jeni në studion e 2 CNN për të folur për një çështje shumë të rëndësishme, shumë të dobishme, shumë të nevojshme. Çfarë konsumojmë sot, sa të sigurt jemi ne me produktet që konsumojmë çdo ditë, ne dhe fëmijët tanë. Unë fillimisht do doja ta nisni me një panoramë sipas jush të sigurisë ushqimore dhe më pas do ta trajtojmë dhe nismën që ka ndërmarrë Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, por edhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, pasi është ai organi që do të merret, edhe pse ka patur shumë kritika gjatë kohëve të fundit. Kështu që nisim fillimisht me panoramën e ushqimeve sot. Atëherë, ne kemi disa herë që flasim në studio edhe tek televizioni juaj. Sot, në qoftë se ka një sektor ku në fakt qeveria shqiptare ka dështuar totalisht, është siguria ushqimore. Dhe në qoftë se në sektorët e tjerë, ne jo detyrimisht jemi të prekur të gjitha target grupet apo të gjitha fashat e kategorisë njerëzore, te pjesa e ushqimit jemi të prekur padyshim absolutisht të gjithë. Dhe konsumatori shqiptar ka të gjithë të drejtat të konsumoj produkte të sigurta si çdo qytetar evropian. Patjetër. Pra, ne kemi një ministri që ka disa institucione në varësinë e saj, që është Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, që kanë nga pjesa që del në treg dhe deri te konsumatori i fundit, kemi Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Bimëve dhe Veterinarisë që është përgjegjëse në nivel ferme, pra për produktet që prodhohen deri tek ferma, kemi dhe ISUV-in, Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare, laboratorin e referencës, që në fakt kryen analizat. Në të gjithë këto sektorët, ne shikojmë që zinxhiri i kontrollit, pra në të gjithë këto agjensit, ne kuptojmë që zinxhiri i kontrollit çedon. Po përse? Cili është shkaku kryesor? E para, shkaku kryesor është mungesa e transparencës. Të gjitha institucionet rendin të shpjegojnë ndonjë fjalë aty këtu ose të keq informojnë konsumatorin vetëm në momentin që mediat apo ekspertë të ndryshëm, profesionistë të fushës, dalin në rrjetet e veta sociale dhe denoncojnë një problem të mundshëm. Madje institucionet nuk arrin të deklarojnë as në kohë reale as informacioni që ju vjen nga sistemi RAS. Dhe sistemi RAS është sistemi rapid alert që njofton në kohë reale, jo vetëm vendin nga ka origjinuar një produkt i pasigurt, pra i rrezikshëm për shëndetin e njeriut, por dhe në të gjitha vendet ku mund të jetë shpërndar. Dhe kjo bëhet pikërisht për faktin që ti të kesh mundësi të parandalosh dhe të minimizosh ekspozimin e konsumatorit ndaj një risku potencial të mundshëm të ushqimit. Pra dhe në momentin kur rasti njofton, ne kemi njoftimet e sistemit të rast, autoritetet jo vetëm që nuk ka zero informacion, por flasin, ne sot ja po ju marr një rast konkret për ta shpjeguar. Mandarinat kemi që në dhjetor, megjithëse Ministria e Bujqësisë doli dhe tha përfaqësues të saj që mandarinat janë asgjësuar, ne kemi nga prokuroria që akoma dhe sot ne nuk e dim destinacionin. Dhe gjithë kjo mungesë transparence, sa herë që ka mungesë transparence për konsumatorin, që është detyrim ligjor, për të njoftuar konsumatorin jo vetëm për riskun që ka një produkt i caktuar, po dhe hapat çdo ditë duhet të informoj për hapat që ka marrë, dhe sa është minimizuar problemi. Ju thoni mungesë transparence, po kjo përse vjen, sepse Ministria apo institucionet përkatëse nuk marrin përgjegjësitë, kanë për shkak të paftësisë, do të thënë, përse po çedojnë? Sepse janë disa raste, zonja Vuksani, nuk mund të themi vetëm një, janë disa raste. Cili është problemi? Do të thënë, përse ka mungesë transparence? Nuk funksionojnë si duhet në gjithë këtë zinxhir
kontrolli nuk funksionon një prej tyre dhe më pas kjo është shkak pasojë dhe të gjitha të tjerat? Mungesa, ju më kote nisa me mungesën e transparencës, sepse mungesa e transparencës tregon më së miri që ka jo i diçka, po ka shumë gjëra që nuk shkon. Në momentin që ti nuk i drejtohesh konsumatorit për të treguar riskun apo për të treguar masat e marra, do të thotë që ose ti ka shumë gjëra në këtë zinxhir kontrolli që nuk çedojnë, ose ti po fshe te konsumatori pikërisht faktin që ne po ushqehemi çdo ditë, sepse po të mendosh vetëm që nga dhjetori dhe deri tani, a doni t'ja u citoj të gjitha rastet, kishim mandarinën, kishim parazitët në peshk, kishim pjesën e salmonelës, kemi gripin e shpendve, kishim sëmundjen afrikane të derrave. Pra, ne nuk kemi në gjendje akoma të analizojmë një rast, sepse nuk pa marrë akoma, pa e përtypur mirë njëri rast, ne mendojmë që ditën tjetër apo mbas 2 ditësh do të ketë një rast tjetër. Dhe ajo që është më interesante gjithmonë, përveç mungesës transparencës, këtu gjithmonë fajin e ka ose fermeri, e ka fajin ose operatori biznesit, ose ato inspektorët që janë të zinxhirit fundor të kontrollit. Pra, kupola që merr vendime, kupola që ka dhe rrogat më të mira, pra që ka zinxhirin e komandave, që përgjigjet për vendimin, për vendimarrjen që bën, në asnjë rast nuk ka asnjë lloj faj dhe nuk del as me një falje publike për t'i thënë konsumatorit. Po, ne gabuam. Kush punon edhe gabon. Pra, ne kemi gabuar në këtë pjesë, por me masat që kemi marrë, ne nuk do gabojmë në rastin tjetër. Por duke fshehur këtë, duke mos identifikuar problemin, nuk janë në gjendje as ta adresojnë masat adekuate për të marrë masa që të zgjidhen problemet në të ardhmen. Unë jam pedagoge, ju e thatë, dhe shumë herë për t'ja u bërë leksionin studentëve që ta kenë ta përtitin më mirë, shpesh ju marrë një study case, pra një rast studimor, dhe gjithë këto probleme në zinxhirin e ushqimit duhet të shërbejnë për të kuptuar, duke filluar që nga ministria, sepse ka audit të brendshëm dhe ministria dhe institucionet përgjegjëse, ku e ka gabimin? Pikërisht tek ajo pjesa juaj, cila nga këto hallkat ka çeduar, sepse në fakt sikur njëra nga hallkat të çedoj, ti ai produkt është komprometuar. Eksakt. Dhe ti për të parandaluar vjushmërinë, ti duhet të kuptosh ku ke gabuar. Qartë. Mirë, zonja Vuksani, produktet në gamën e gjerë të produkteve që kemi sot në supermarkete, në marketet e lagjes, në tregje, produkte të vendit, produkte nga importi, ju çfarë do sugjeronit? Cilat janë më të sigurta sot? Atëherë, unë këtë në fakt duhet jetë autoriteti kombëtar i ushqimit, ata që paguen pikërisht për të realizuar këtë detyrë, për të na treguar ne cilët janë produktet më të mira, unë do doja t'i besoja produkteve të vendit tim. Pra, që ne shumë shpesh në këtë studio, kur flisni për fruta perimet para një viti, unë shpesh thosha, ju lutem, merrni masa në mënyrë të tillë që ne të mos komprometojnë eksportet. Pra, ne përveç se problemeve të gjitha që kemi, ne, jo në një farë mënyre, po në të gjitha mënyrat, kemi komprometuar dhe produktet made in Albania, që janë eksportet e fruta perimeve. Sepse ne dim, Kroacia, në të gjitha kemi Kroacia ktheu mandarinat, po nuk janë vetëm mandarinat, ne kemi mandarinat, neve kemi specin, domaten, madje te kjo harta e këtyre e llojeve të produkteve, tani së fundi janë dhe bimët medicinale, që në fakt përbëjnë një sektor të fuqishëm të eksporteve të vendit tonë, jo vetëm në Europë, po dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe pikërisht mosmarrja e maseve, neglizhenca, do të bëjë që ne po komprometojmë dhe punën e mira bujqve, që për hir të vërtetës unë kur erdha ishte shi, ne jemi në një studio me temperaturë shumë të mirë, ati fermerit i duhet ndoshta të mbuloj diçka të marri masa, sepse do t'i prishet produkti dhe nuk do mbaj përgjegjësi asnjëri. Tani, së fundmi, dhe lajmi është bërë publik, paktën ne kemi përcjell një ditë më parë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, duke nisur nga janari vitit të ardhshëm, të gjitha produktet që shiten do të jenë të pajisura me tregues identifikues të quajtur lot, sikurse unë e citova në nisje të kësaj bisede, dhe synimi është vendosja e sistemit të gjurmueshmërisë së produkteve ushqimore në çdo hallk të zinxhirit ushqimor, ajo që ne sapo tham, që nuk funksionon si duhet zinxhiri kontrollues, pra nga prodhimi deri tek shitja. Tani fillimisht, me kaq sa di, me kaq sa jemi të informuar, zonja Vuksani, është një nismë e mirë? Atëre, për njerëzit që janë totalisht mendojnë që vërtet kjo mund të jetë një nismë e mirë. Në fakt,
ne kemi një VKM për gjurmëshmërinë, pra jo një urdhër ministri, po një vendim të Këshillit Ministrave që e ka të specifikuar shumë mirë këtë që thotë urdhri ministri. Absolutisht ekziston. Dhe thotë që ti duhet nga sistemi gjurmëshmëri në çdo fazë të prodhimit, pra gjurmëshmëria nuk është gjë tjetër vetëm një hap mbrapa dhe një hap para. Pra, ku e ke marrë dhe ku e ke çuar. Dhe sipas kësaj VKM-je, çdo operator biznesi apo çdo fermer që nxirr në treg, jo më vetëm për konsum familjar, po që nxirr në treg dhe në tregjet e zonë, duhet të jetë në gjendje që në çdo kohë dhe për çdo fazë, sepse ka disa faza, ti mund të paketosh, përpunosh, prodhosh, mund edhe vetëm të distribuosh, ti duhet të garantosh. Me një fjalë gjurmëshmërinë, sepse për hir të vërtetës, gjurmëshmëria është shtylla kurrizore e sigurisë ushqimore. Pra VKM-ja ka qenë dhe numri i lotit është edhe numër loti, por edhe në momentin që nuk ka një numër loti produkti, po ka një datë prodhimi dhe një datë skadence, kjo partimali është loti caktuar. Ky nuk është problemi që nuk ka pasur një akt ligjor. Pra ekziston, por nuk është zbatuar, që do tek zbatimi. Tek zbatimi. Dhe unë do doja që ministria jo do ketë një numër loti etj, se këtu janë praktika të konsoliduara. Të gjitha produktet që hyjnë në vendin tonë të importuara kanë një numër loti. Edhe produktet që prodhohen në Shqipëri kanë një numër loti. Pra pavarësisht se s'kan specifikisht numrin e lotit, por partia e mallit ose loti identifikohet edhe me datën e prodhimit dhe datën e skadencës. Dhe ligji ushqimit në nenin 25 të tij, pra është që në 2008 e ka në mënyrë eksplicite të përcaktuar. Çdo operator biznesi duhet të ketë një sistem gjurmëshmërie. Por e di ku qëndron problemi? Sepse në fakt sot unë ja u them me bindje në këtë studio që megjithëse ka kaq vite që kontrollohet, operatorët e biznesit që implementojnë mirëfilli një sistem gjurmëshmërie janë vetëm 25% e tyre. Dhe kjo pa mundëson që ti në kohë reale të kesh informacion brenda 24 orëve, ishte salmonela apo çdo produkt tjetër, në qoftë se zbatohet ai ligj dhe ajo VKM, ti duhet që brenda 24 orëve ti identifikosh çdo gram të produktit ku është përdoruar. Pra, në të gjitha këto produkte që janë sot, që ne konsumojmë, vetëm 25% e tyre kanë treguesin lot. Jo produktet. Operatorët e biznesit. Operatorët kanë të implementuar një sistem gjurmëshmërie. Sepse sistemi i gjurmëshmërisë tregon që në momentin kur e ke marrë lëndën e parë, derisa e ke nxjerr për tregtim. Pra vetëm 25%. Dhe disi janë mjaftuar ku është problemi? Sepse autoriteti inspektorët e autoritetit kombëtar të ushqimit shpesh herë në ato proces verbalet e tyre të famshme, edhe në media, kam që në media disa herë dhe thonë sistemin e gjurmëshmërisë nëpërmjet faturave. Në fakt nuk është ky sistemi i gjurmëshmërisë. Sistemi i fatura nuk ka të përcaktuar as numrin e lotit, as datën e prodhimit. Ka është në çdo produkt. Emri në çdo produkt. Në çdo produkt, po jo në faturë. Jo në faturë. Pra ti e ke në dokumentacionin shoqërus, por jo në faturë. Në faturë ka vetëm sasi dhe emrin komercial të produktit. Sistem gjurmëshmërie do të thotë që ti të kesh qoftë manual apo elektronik, jo faturën, por këtë faturën që e ke shpërndar këtu, edhe ku e ke marrë, dhe nëse e ke përpunuar, dhe nëse e ke prodhuar, pra të gjithë zinxhirin. Mirë, meqense janë vetëm 25%, ka kontrolle zonja Voksani? Sipas AKU-s, atëherë, AKU-ja operon me një plan vjetor inspektimi. Po. Kontrolli ku është e përcaktuar frekuenca për çdo operator biznesi në bazë të riskut. Me gjithë rezervat që unë kam për këtë plan, pra mënyra si është organizuar, ai adreson sakt riskun potencial dhe real, me gjitha të ka. Dhe çdo operator biznesi në bazë të këtij risku ka frekuencën e vetë të kontrolleve. Pra 2, 3, 4 apo më shumë herë në vit. Dhe gjatë gjithë këtyre kontrolleve, një nga elementët më të rëndësishëm në listën e kontrollit, pra në checklistën ku kontrollohen kënaqja e kërkesave ligjore, një nga kërkesat është gjurmëshmëria, që dhe penalizohet. Inspektorët dhe kur vën gjobë për gjurmëshmërinë, shpesh herë nuk vën gjobë për sistemin e vetë kontrollit. Pra, sistemi i autokontrollit HACCP është një sistem të cili një sistem tjetër, operatori i biznesit është përgjegjësia e tij për ta ngritur, për të vetë kontrolluar, për të bërë një autokontroll. Pra, tregon mënyrën si do masi temperaturat, mënyrën si do pastroj, mënyrën si do ndjeki gjurmimin, pra si do trajnoj punonësit, i ka të gjitha. Dhe në qoftë se ti nuk ke të implementuar një sistem gjurmëshmërie, ti nuk ke
as të zbatuar një sistem autokontrolli, sepse gjurmëshmëria është pjesë integrale e këtij sistemi. Pra, përveç pjesës, nuk është fare pjesat e pjesa ligjore, është thjesht për mua, duhet ishin marrë inspektorët, të bëhen ca trajnime specifike, sepse di çfarë trajnime që bëjnë inspektorët, i marrin dhe u lexojnë bazën ligjore sërish, që baza ligjore këtu, baza ligjore atje. Duhet të bëhen si të kontrollojnë sistemin HACCP dhe sistemin e vetë kontrollit. Ligji ekziston, thjesht duhet të zbatohet. Eksakt. Dhe inspektorët të trajnohen. Dhe këtu ka dhe një problem tjetër që del, që ka kapacitetet njerëzore jo profesionale. Janë hequr nga puna profesionistët e fushës dhe janë marrë, po të shikosh autoritetin kombëtar të ushqimit, agronomët shkojnë kontrollojnë pjesën e veterinarisë, teknologët e ushqimit kontrollojnë pjesën e agronomëve dhe kështu me radhë. Për t'ja u ilustruar, po ju them një shembull. Përgjegjësi sektorit në drejtorinë e përgjithshme të AKU-s, që është përgjegjës për kontrollin e gjithë, koordinimin e kontrolleve në gjithë Shqipërinë, që duhet ishte agronom që kontrollon farmacit bujqësore, inputet bujqësore që janë fara, fidanat, plerat, pesticidet që po flasin pafund, është teknolog ushqimor. Që do të thotë trupa inspektorëve nuk ofron garanci. Nuk ofron garanci sepse ne kemi kapacitete të pamjaftueshme për ta kryer. Pra, punësimi i këtyre inspektorëve është bërë jashtë kritereve, sepse kriteret ne kemi ligje shumë të mira. Ne çedojmë në zbatimin e tyre. Dhe për t'i hedhur sy dhe qytetarëve, ne themi që ne po bëjmë një urdhër. Është një VKM që është sipas rregulloreve të BE-s, që është VKM-ja 760 për gjurmëshmërinë. Mirë, kalojmë te një lajm tjetër. Në fakt, ndoshta edhe për shkak sepse jemi dhe në fushat, vëmendja nuk ka qenë ajo që do duhej. Ishtë një shqetësim që ka ngritur zoti Resuli, presidenti urdhrit të mjekut veterinar, në mos gaboj ishte ai që ka folur i pari edhe për kthimin e mandarinave me pesticide nga Kroacia. Gjithsesi, zoti Resuli thosë se shqiptarët kanë konsumuar qumësh dhe nën produktet e tij të ndotura me alfa-toksin M1, një toksin kancerogjene dhe shumë e rrezikshme për shëndetin e njeriut. Që do të thotë, kur flasim një toksin kancerogjene dhe që e kemi konsumuar, është në rrezik? Patjetër. Popullata është në rrezik sepse ka konsumuar këto produkte? Këto produktet kancerogjene, ne duhet ta kuptojmë siç janë dhe pesticidet, nuk janë si një incidencë ushqimore. Pra siç është salmonela që ti mund të helmohesh, pra një helmim alimentario që quhet një helmim nga ushqimi dhe ti ke menjëherë shenjat klinike, pra ke nauza, ke temperaturë, ke ete, pra ka shenjat e veta klinike. Problemi i aflatoksinës, problemi i mbetjes së pesticideve është fakti që këto janë afatgjatë dhe merre pak nga kjo, pak nga kjo, pak nga kjo. Dhe po më thoni që efektet mund t'i shfaqen më vonë. Shfaqen pak më vonë. Pra nuk ka efektet më të menjëhershme siç është një grip apo një helmim ushqimor, por janë efekte në afatgjatë. Qartë, janë shumë të rrezikshme. Të përhapim panik. Ta shpjegojmë pak, zonja Vuksani, si bëhet kontrolli i qumshtit dhe nën produkteve të tij. Atëre, ka një plan monitorimi të qumshtit, në fakt. Nuk e di nëse ka për si vjet, sepse thamë ne kemi zero transparencë, po për hir të vërtetës ka një plan vjetor të monitorimit të qumshtit. Dhe monitorohet qumshti, merren mostra për analizë dhe çohen në laborator. Dhe mostrat janë qoftë për nivelin e mikro. Nga fabrika ku prodhohet. Tjetër, nga fabrika ose në treg. Mund të merret në fabrikë, por mund të merret dhe në treg sepse është identifikuar se cilës nga operatorët e biznesit i përket. Mund të jetë edhe importit. Pra ti kur merr një plan, kur bën një plan, ti nuk merr vetëm një mostër, pra duhet ti përfshish në këtë plan të gjithë si thua produktet e qumshtit që janë në treg. Dhe te ky plan, natyrisht, që dalim prap tek hartimi i planeve. Ky plan duhet që vit pas viti të adresoj sakt problemet e një vitit kaluar. Pra, cili nga produktet e qumshtit ka pasur riskun më të lartë? Cilat janë stabilimentet që kanë riskun më të lartë? Duke mos u bërë kjo, ne në mënyrë të rastësishme vazhdojmë të marrim mostra. Dhe problemi është pas janë analizuar mostrat, gjithmonë autoriteti kombëtar i ushqimit nuk del me një deklarat dhe të thotë sa kemi ngrënë. Pra, asnjëri nuk din vetëm që ka dalë analizat, por ne nuk kemi si zakonisht sasi kemi ngrënë. Ku është shpërndar? Toksina është mbi normën? Patjetër. Prezenca e aflatoksinës, aflatoksina nuk lejohet fare të ketë aflatoksin dhe gjithmonë, edhe kur ka një normë të lejuar për një produkt, momentin që ajo kalon atë normën të cilën organizmi mund të absorboj, ajo atëherë bëhet e rrezikshme.
Problemi qëndron që unë personalisht nuk e di cili është qumshti që ka dalë me mbetje aflatoksine, sa ka qenë kjo sasi, ku është shpërndar dhe aq më tepër masat që ka marrë autoriteti. Autoriteti nuk ka marrë asnjë masë sepse ka deklaruar që kur shkon autoriteti mbasi ka bërë analizat, produkti është shitur. Pra, autoritetet që paguen me taksat tona për të bërë gardianin, për të garantuar sigurinë ushqimore për mu, për ju, për gjithë shqiptarët, del dhe nuk është në gjendje nëpërmjet mekanizmave të veta që ka dhe më thotë që ti jo vetëm që e ke ngrënë atë, por nuk më jep as informacionin dhe më privon nga e drejta ime themelore si konsumator që të zgjedh ushqimin që dua. Sipas këtij postimi të zotit Resuli, janë 26 mostra të marra nga janari 2024 deri në prill 2025, 10 prej tyre kanë rezultuar pozitive. Gati 40% të qumshit të kontrolluar ishte kontaminuar mbi normat e sigurisë ushqimore. Pra, i kontrolluar dhe i kontaminuar. Mbas kontrollit ka rezultuar i kontaminuar. Pra, mbas i ke çuar në laborator, në dienin tuaj kontrollet sa të shpeshta janë? Atëherë ju thash që ka një plan që nuk jetë normalisht duhet të zbatohet, se sa zbatohet pastaj del ajo task forca në verë që lëshohen në të gjitha territoret e vendit për të parë që erdhi prave në kafene etj. Pra, kjo duhet jetë pikërisht ajo analiza që thash. Nuk ka pamjaftueshmëri të akteve ligjore. Jo se s'duhet të rregulluar ndonjë akt, patjetër duhet të ripar. Në këtë rast nuk ka pamjaftueshmëri të akteve ligjore. Ka pamjaftueshmëri për të menaxhuar rastet, ka pamjaftueshmëri të burimeve njerëzore, të kapaciteteve tekniko-profesionale të burimeve njerëzore, ka dhe një neglizhencë, unë s'dua të quaj fjalë tjetër, po e marr neglizhencë totale për sa i përket shëndetit të konsumatorit shqiptar. Ne të gjithë jemi konsumator dhe çdo gjë tjetër ne zgjedhim të mos e blejmë, mund të ketë probleme të tjera që ne zgjedhim të mos i marrim. Pra mund të zhvendosim në kohë çdo dëshirë tonën apo çdo problem tonin, ndërsa të ushqyrit është një nevojë fiziologjike, që duam apo s'duam, ne jemi të detyruar ta marrim 3 herë në ditë. Dhe jo më kot nuk ka një studim të mirëfillt. Sot duhet bërë një hetim epidemiologjik, pra vërtet janë 26 mostra, 40%, por hetimi duhet thotë sa shqiptar kanë ngrënë, çfarë sasie të gjithë qumshtit përbën ky 40%. Sa shqiptar ka konsumuar dhe a ka një matje, a janë rritur këto smundjet kancerogjene që ne e dim gjithë, që është bërë, nuk mund të pyesësh për shëndetin, ka një rritje galopante të këtyre smundjeve. Dhe kjo sinqerisht vjen si rezultat edhe i ushqimeve që neve përdorim çdo ditë. Ju falenderoj shumë zonja Voksani që ishit në dyshën e për zhvilluar këtë bisedë bashkë.